Njeriu lind fëmijë dhe rikthehet fëmijë. Dhe unë ju sugjeroj ta ndiqni deri në fund këtë video dhe të lini komentin tuaj sepse prek secilin prej nesh. Një i moshuar, sapo kishte marr pensionin, pas disa viteve kuptoi që mendja po e linte dal nga dal, sepse siç e dim, ne lindim fëmijë dhe rikthehemi fëmijë. Dhe ai çfarë bëri? Ai për të kuptuar se nëse mund të rrinte me fëmijët e tij apo të shkonte në një azil pleqsh, thërriti vajzën një ditë që erdhi si gjithmonë që i bënte vizitë. Dhe i thot vajzës, e pyet thot, çfarë dite është sot? Thot. Dhe ajo thot, është ditë e diel, babi, thot, ditë e diel. Si sot, pra që është ditë e diel? Është e diel, thot. Dhe ai pas 5 minutash sërish e pyet, nuk më the çfarë ditë është sot? E diel, bab, i tha. Pas 5 minutash edhe njëherë tjetër, pra kështu vazhdoi për 2 orë. Dhe brenda 2 orëve, baba i bëri disa herë pyetje të njëjtës temë, pra çfarë ditë është sot. Dhe pastaj nuk i tha gjë të bijës, sepse ajo u acarrua kaq shumë sa që donte të ikte nga shtëpia atë ditë. Kishte ardhur bashkë me burrin e saj dhe baba kishte mbetur vetëm sepse nëna nuk jetonte më. Dhe ai i tha prit pak, tha përpara se të ikësh. Dhe shkoi në një cep të dhomës aty ku kishte disa libra të vjetër. Dhe mes atyre librave gjeti një fletore shumë të vjetër. E pastroi atë fletoren sepse ishte bërë nga myku dhe nga pluhuri i kohrave, që e kishte mbuluar sipër, dhe e merr atë fletoren dhe fillon dhe e hap. Dhe hapi në një flet. Aty ku vajza e tij atë ditë kishte mbushur 2 vjeç. Dhe në momentin që ajo kishte mbushur 2 vjeçe, teksa ishin tek dritarja e shtëpisë, nga jashtë dritares ishte një flutur. Dhe e bia, pra vajza e tij që tashmë ishte e martuar dhe e madhe, i thoshte: "Bab, çfarë është ajo atje?" "Është flutur bia ime", i tha. Dhe e përsëriti disa herë, jo vetëm këtë pyetje, por i përsëriti disa pyetje të tjera. Si është e mundur, pse flutura qëndron kështu? Si është e mundur që flutura të rri tek xhami dhe unë jo? Sepse shikonte fluturën që ishte kapur në xham, gjë që njerëzit nuk bëjnë dot. Dhe babai, me aq sa dinte, e informonte vajzën. Dhe në fund fare kishte shkruar, dhe ja lexoi vajzës së tij në atë moment. Kishte shkruar: "Bia ime sot mbushi 2 vjeçe. Dhe më ka pyetur disa herë për 2 orë rresht, pra 2 orë ashtu siç edhe ai pyeti të bien, se çfarë është ajo, pra për fluturën, dhe se si mbahet flutura aty dhe pyetje të tjera. Dhe unë për 2 orë ju përgjigja, aq sa mundesha dhe aq sa dia. Nuk u acarrova asnjëherë. Dhe përkundrazi jam i gëzuar", thoshte në ditar, "jam i gëzuar që kam vajzën time këtu pranë, sepse mund t'i tregoj asaj atë që unë di." Dhe përveç se nuk u acarrua, e përqafoi vajzën dhe i tha: "Babi, tani", tha, "po ikën në punë." Dhe ditën tjetër vazhdoi me pyetje të tjera vajza, por babai nuk i tregoi pyetjet e tjera dhe përgjigjet që ai dha tek ditari që kishte. Por i tha të bijës: "Kaq doja të tregoja." Dhe e mbylli ditarin dhe tha: "Mund të ikësh tani." Vajza e tij filloi që të qante. Ju mbushën syt me lot, e përqafoi babain dhe i kërkoi falje. Ndejtën aty, bile edhe ditë e tjera më vonë, ajo filloi që të vinte jo vetëm të dielave tek shtëpia e babait, por edhe ditëve të tjera kur kishte kohë, ose mbasdite. Dhe për sa kohë ai kishte mendjen e fortë, ajo mundi që ta mbante aty. Pastaj kur erdhi momenti, e çoi atje ku duhet. Pra kur ai vdiq, e çoi në vendin që meritonte, aty ku shkojnë të gjithë, sepse vdekja nuk pret asnjë dhe nuk zgjedh njeri. Ajo thjesht vjen dhe të gjen kudo qofsh ti. Pse e tregova këtë? Sepse sot është ditë e diel dhe shumë prej nesh zakonisht janë të marrë shumë, të mbërthyer nga punët, nga familja, nga moti, nga
qindra mira gjëra ose nga shokët në për kafenera, ose ndoshta edhe për udhëtime për punë apo për qejf. Dhe harrojnë gjën më të rëndësishme, njerëzit që kanë pranë tyre. Pra ata prindër që i kanë lindur, ata prindër që kanë sakrifikuar dhe shpesh jo vetëm që harrojnë, por u duket të mos është normale, është këtu, s'ka problem, aty është, se unë kam punët e mia. Pra, e them këtë edhe për eksperiencë, sepse deri kur baba im ishte i gjallë, nuk e mendoja kështu siç po e mendoj sot. Isha i ri atëre dhe punoja vërtet shumë dhe s'kisha vërtet kohë as për veten time, por ky nuk është një pretekst. Por thjesht po them që ishte vërtet që punoja, por gabimi më i madh që nuk e frekuentova ashtu siç duhej, sepse pej sakrificave që ai bëri për të gjithë, jo vetëm babai im, por edhe babai juaj, nëna juaj, kanë bërë sakrifica të mëdha, pra jo vetëm për sakrificat, por edhe thjesht për një respekt, sepse ai na ka përkushtuar kohën ne, gjatë kohës që ne kemi lindur dhe jemi rritur. Dhe fal atyre mësimeve të tyre, pra të babës dhe të nënës, ne mundëm që të esnim një jetë, përveç se të rriteshim, por të esnim, sepse ato kanë qenë themelet e njeriut. Bile, do t'ju them, sipas një studimi, e kam thënë këtë, por dua ta përsëris, sipas një studimi që është bërë, njeriu ka 3 etapa të zhvillimit të tij, pra të zhvillimit psikofizik. Etapa e parë është fëmijëria, që është tepër e rëndësishme, dhe deri në moshën 11 vjeç njeriu formon karakterin. Pra deri në moshën 11 vjeç, dhe babai, prindi dhe familja janë tepër të rëndësishëm. Në fakt, për këtë psikologët shpeshherë kontrollojnë në familje se si ka qenë situata e familjare kur kryen në një problem të madh, kur rriten këta fëmijë, sepse thonë që kryesisht është prindi që ka kryer probleme të mëdha tek fëmia. Pikërisht pra nga ajo mosha deri në 11 vjeç, pastaj pas moshës 12-13 deri në moshën 25 maksimumi vjeç, njeriu ose deri në 30, njeriu mund ta modifikojë karakterin e tij. Por sidoqoftë nëse ai nuk e modifikon, ai modifikohet vetvetiu, sepse ne jemi imitues të tjerëve, duke frekuentuar disa shok apo miq apo një shoqëri që ndoshta është e gabuar ose ndoshta është e mirë. Dhe varet nga ajo situatë që ai gjendet, që e rindërton ose e modifikon karakterin e tij. Pastaj pas moshës 30-35 vjeç nuk ka më shans, sepse pastaj fillon trupi dhe degradohet. Njeriu degradohet sepse nga stresi, nga puna, nga qelizat, nga të gjitha gjërat. Pra është tepër e rëndësishme që të kuptojmë që në këtë moshë, pra në moshën kur jemi koshient, pra pas moshës 30, të paktën t'u japim rëndësi prindërve, ata që na kanë rritur dhe ata që janë përkushtuar fëmijëve të tyre. Kështu që të gjithë kanë gabime. Ka disa që thonë, po mirë, prindi im ka bërë kështu, të gjithë kanë gabime. Edhe ne gabojmë, por ne nuk mund t'i shohim dot vetë gabime, t'i shikon dikush tjetër. Kështu që edhe nëse kanë gabuar, mani mend që ata janë prindrit tanë. Kështu që duke qenë një ditë e diel, shkoni, rrini me ta, përqafojeni dhe jepuni edhe një përqafim nga ana ime. Ju dua fort Shqipe, ju dua, sinqerisht, ju përqafoj, ditë mbar.